Do flasim për artin e qëndisjes tani, si një nga kujtimet të bukura për mua që është e vërteta në Vegjëli, ku i me më edhe gjyshja më mësonin se si hap pas hapi mund të qëndisje se do pak si fillim një lule dhe më pas mund të përfundoj edhe një aspekt të tërë. Dhe ishte një punë kaq e bukur, jo për faktin që do kishin një kujtim nga unë, po për mua që do kisha shumë gjatë një kujtim nga mënyra se si ato kujdeseshim për të më treguar këtë punë artizanati. Ka nga ata të cilët këtë formë arti e kanë çuar në nivele përsosmërie, kanë zgjedhur ta sjellin tek të gjitha ata që ndoshta nuk kanë mundur ta bëjnë në shtëpinë e tyre në një formë pikture, në një formë aq të bukur sa as unë as Suriani nuk do ta bënim dot vetë. Për më tepër le të flasi ajo që ka arritur të na flas përmes qëndisjes edhe artit të saj, Arba Demiri, artizane. Arba, mirë se vjen. Shumë kënaqësi, të falenderojmë shumë që ke mbërritur me punimet e tua në këtë studio dhe na ke zbukuruar me dritën. Sia është totalisht e imja. Faleminderit për ftesën. Mendova të sjell diçka ndryshe nga të shohim në normalitet. Unë fola për përvojën time, por nuk ka asnjë lloj lidhje me këtë art i jashtëzakonshëm që Arba bën. Ke vendosur ta sofistikosh këtë disiplinë që në pamje të parë duket funksionale, po pastaj nëse e përfshin bashkë me kreativitetin dhe fantazinë sjell në jetë vepra arti. Nëse flasim pak për veprat, por edhe për pasionin dhe për historikun, për mënyrën se si nisi, ti kur e kuptove që kjo është e jotja, jaftësia e jotja? Unë faktikisht e kam nisur totalisht rastësisht. Gjithmonë kam qenë njeri që i kam shumë qejf gjërat unike, që mos t'i ketë askush. Edhe kur bëj pikturat, në fakt, mundohem që të bëj një për çdo pikturë, pavarësisht varet edhe nga kërkesat. Po nisi thjesht si pasion. Bëja diçka për një shoqe, ndryshoja diçka për vete, një jastëk siç thua me një emër, i bëni një shoqe të mia dhe kështu nisi, domethënë u bë disa vite që e praktikoj dhe me sa shoh pëlqen shumë. Dhe ja ku jemi sot në këtë formë që unë e quaj të përsosur. Faleminderit. Nuk është qëndisja e zakonshme me të cilën je mësuar, por sa ku merr një punim? E nisim nga ajo vashëza aty. Ajo ka shkuar diku ke 10 ditë. Nëse e shikon, ka detaje shumë të vogla. Në veshje, në fustan, dhe çdo gjë është e qëndisur në të. Domethënë, mundem? Patjetër. Gjithçka çdo gjë me detaje të qëndisura. Dhe nga fillimi deri në fund është një punë e bërë nga ti, kur flas jo vetëm për qëndisjen, por edhe për Po, absolutisht. Gjithçka, dizajni, piktura, qëndisja. Pra, kemi të bëjmë një ndërthurje midis pikturës dhe qëndisjes apo jo? Kam edhe, për shembull kjo është vetëm me qëndisur. Vetëm qëndisur. Pavarësisht se është krejt pikturë, po është vetëm me qëndisur, pa thjesht sfondi është i liber me bojë. Kjo tjetra është balerina. Jashtëzakonshme. Në fakt kjo duket si balerin, po unë e kam vënë për forcën e femrave. Nëse merr këto spirituale çakrat, këto ngjyra, domethënë janë të përshtatura aty. Me çakrat. Këtë ide ka si. Dhe punimi që kam unë këtu, dhe unë kam patur një macet zezë. Unë i kam shumë qef dhe më duket një krijesë shumë mistike dhe më intrigojnë shumë macet. I dua shumë qend, jam person qend, por macet më intrigojnë shumë. E filinët. I kam shumë qef. Arba, të ndodh të qëndisësh çdo ditë apo duhet patjetër të kesh atë momentin tënd të frymëzimit? Jo, unë punoj, jam njeri që nuk rri dot pa bërë diçka. Dhe këtë nga që kam shumë pasion, filloj edhe kur më mërzit diçka, jo mërzit, po ndoshta pres për një ide ndryshe nga ajo që më ka dalë, filloj një gjë tjetër që kam të qartë në kokën time. Edhe jam gjithmonë duke punuar. I vetmja kohë kur bëj pushim është kur vras shumë gishtin. Aty të rigjesh. Gjatë punës dëmtohesh apo jo? Më shpohet pak, edhe ka momente domethënë që më dëm dhe nuk tërhiqesh pak aty. Më bëj një ditë pushim ose. Një ditë pushim, po mirë, se duhet nganjëherë për katarsis. U vë emra veprave të tua? U vë. Se jam shumë kurioztar të di emrat respektiv të veprave që ke sjellë në studio. Kjo, zakonisht nuk e di pse kam të tendencën t'ja vë emrat në anglisht, më tingëllojnë, më mistike, më të bukur. Ashtu i përshkruan emocionet, besoj.
Kësaj ja kam vënë Gilded Grace, Hirësia e artë. Shqip. Kësaj tani nuk po më vjen se si... Të sugjeroj të shpesh nga mbrapa, se edhe u arron. Po, është e vërtet. Po, dhe kjo ka të bëj me mistiken. Kurse kësaj ja kam vënë Whispers with a Cat. Përshpërimat me macë? Përshpërimat me macë, në fakt doja ta veja Under the Blood Moon, në Evergjakur. Por nuk e vura aq të gjatë. E bëra kështu e lashtë. Përshpëritjet me macën e ki quajtur. Parë mbrapa? Këtë jo, këtë thjesht e palloje. Unë mendoj 3 shpend i ka krijuar Zoti në perfekcion, pa absolutisht, do me thëmë pa diskutim që është Shqiponja, pastaj është palloj dhe bufi. Bufi, shtu mendoj dhe unë. Bufi, me thënë, në qëfar jam informuar unë, në kuptimin që ka dhe në mitologji, është shumë i zgjuar, është, si themi ne, urtësia, përfaqëson bufi. Kurse palloj, normalisht është shumë i bukur. Pa tjetër. Unë isha duke kërkuar me sy një vepër shumë të madhe dhe e kërkova në qelë dhe kam pas kurrizi për hirë të vërtetës. Kemi të bëjmë edhe me një... Mister. Zonjosh. Unë kur bëj këtë lloj pikturash, më kujtohen gjithmonë zonjat franceza. Mademoiselle. Madame. Ajo, madame ja kam vënë titullin. Madame. Por kjo besoj është pikturë e tërë, apo? Po, ajo është pikturë. Pra nuk ka qëndisi? Jo, ajo jo. Isha në më dyshje kur e bëra, po pastaj e lash kështu se më pëlqeu shumë. Shohim që dominojnë ngjyrat deklamative, ulëras ngjyrat. Zgjedhje? Të gjithë kemi ngjyra për brenda. Dhe ngjyrat kanë, do me thënë, përfaqësojnë momente të moodit tonë, gjendjeve. Si ndjehemi në ato momente. Kam dhe piktura të errta, por më pëlqejnë ngjyrat. Nuk i vesh shumë, sa i hedhën te lajo. E dashur, nëse dikush vjen dhe kërkon që përmes punës tënde të ruaj ndër vite dashurinë, si do zgjidhje ta sjelljet? Pa dashur ndalë që në i portret, apo... Kuptoj. Forma më e qartë e dashurisë dhe më e dukshme është çifti. Kështu që do ishte diçka me midis një çifti. Një gjë e... Ke pasur ndonjë kërkesë të pazakontë për punën që ti bën? Një kërkesë jo që ndesh shpesh. Kam pasur para një 3 ditësh. Aha, na trego se këto janë ato historitë. Nuk është në Shqipëri. Të rëmojmë ne. Dhe kesh sepse më shkërkuar, nuk e dija mund të them emra politikanësh, po më shkërkuar portreti një politikani shumë të famshëm me gura. Pa na thuaj kujt? Shqiptar? Po, shqiptar. Tani o Edi Rama o Sali Berisha duhet jetë? Sali Berisha. Sali Berisha. Familje Tropojane, besoj. Po, ishte malsor, zotria, dhe e dua pa tjetër, tha. Portretin e Sali Berishës, vetëm apo me Ilirin? Vetëm. Faktikisht të pyetje nuk e bëra. Zonja është e bukur si drita. Do me thënë, kjo ishte më e çuditshme që të ka ndodhur deri më tani. Të bëj portretin e zotrisë Sali Berisha. Niste nga puna se... Jo, nuk e kam nisur akoma, po e mendoj mirë si shumë interesante. Për fytyron. Jo, po i zgjedhim disa portrete bashkarisht me zotrin që e ka kërkuar. Shumë interesante. Jam kureshtar, ki patur ndonjëherë një porosi që lidhet me një person i cili ka humbur jetën, por shumë i rëndësishëm për dikë. Kam patur... Tjetë nëna, babai, vllai. Në fakt kam patur emrat më shumë të njerëzve që nuk jetojnë më. Jo portret, emra. Jo portret. Emra kam pasur ndonjë gjë që e kanë pasur qef, për shembull, dhe e kam lidhur me emrat e tyre. Disa nga pikturat që njerëzit i bëjnë shumë të personifikuara, nuk i postoj. Do me thënë, janë disa që i kanë shumë merak edhe nuk i vë. Emrat e kujt?
Emrat për të personave që the... Pra, mund Kanë dhuruar. rreth i ngushtë familjar, prindërit. Prindrit kanë bërë dhe kafshët emra. Kanë bërë dhe kafshët. Kafshët kanë bërë. Dhe me qëra fjalla për emrat, ju kanë bërë juve një dorat, doratat unë ja jap gocave. Dhe shumë. Kjo është një dhuratë për ne. Për ju, për emision. Tani, unë kam një ide që me që ishim tek emrat, mendoj që mund t'jetë një emër shumë i rëndësishëm që na bën bashkë të gjithëve. Me delikatesë i hapun dhuratat edhe kështu do të hapë edhe këtë. Po, mendoj që është ai emri që na bën gjithë bashkë këtu sot, apo jo? Quhet me zdrit. Dhe quhet me zdrit. Opa. Dhe do jetë shumë dhuratë e bukur. Faleminderit shumë që ke menduar për ne. Se kjo është shtëpi e re, po që ka pritur shumë miq, edhe jo të gjithë kanë sill dhuratë. Po, sa vinduar bosh. Sa vinduar Kam një bosh. ves prej kohës Ja, ta zbulojmë. ku më ftoj nuk shkoj vinduar bosh. Po, sa i bukur. Wow. I pëlqen. Wow. Shumë, është jashtëzakonisht e bukur. Unë them ndryshojmë logon tani, dhe të shkojmë më afër kësaj. Po logo juaj është. Po, është e sjellë në një mënyrë shumë të bukur, me më shumë shkëlqim. Qefi që ju. Edhe është dhe një punë dore që duhet vlerësuar, e bën akoma më të bukur. Arba, faleminderit. Regjizori duhet të gjejë një vend shumë të bukur për këtë dhuratë. E ka sfrit tani në skenografinë e kësaj studio. Jam pa fjalë. Është e jashtëzakonshme. Sa kohë desh për me zdritën tonë? Me zdritën ja 2 ditë. Ja 2 E ditë. kam bërë shpejt se nuk kisha dhe shumë kohë. Por është perfekt. A mund ta shoh, ta kem Po. edhe unë një Ti mund ta kesh qasje. një qasje më të afërt. Wow, fantastik. Shkëlqen. Edhe kemi edhe emrin Ka e dhe Arbës. Arabiona Demiri, janar 2026. Sa kujtimi i bukur. Sa kujtimi i bukur. Tak, Urojmë bravo. shumë që me Zdrita jetë një projekt televiziv i jetë gjatë dhe më beso dhe ta premtojmë publikisht që kjo punë e jotja, kjo dhuratë nga ty, do jetë me ne për shumë kohë. Faleminderit. Më bëhet shumë qefi që ju pëlqen. Arba, je dhe dishme që një pjesë nga ty jeton në këto familje që ty të besojnë artin e tyre. Pra, sa herë që hedhin sytë të ty, kujtohen që kanë patur një takim me ty, kanë kërkuar një formë apo një kujtim që të ruajnë përmes këtyre realizimeve që ti bën. Jam shumë dhe prandaj punoj në detajet më të vogla. Që çdo kush që ti shohi ose ti ke në shpinën e vet ose kudo në zyra në emision si do ta keni ju, të shohin se sa punë dhe perfeksion është në të. Me thënë ta shohin që është bërë me shumë dashuri. Deri ku kanë shkuar punimet e tua? Nuk kanë vetëm Shqipëri, besoj. Jo, kanë edhe në Amerikë kanë shkuar, në Itali, në Europë shumë. Në Itali, në Greqi, në Suedi, në Gjermani, vendet e Greqi, e thash Greqi, në Amerikë, në Kanada. Ku ka shqiptar? Kudo. Kudo në Shqiponjat sidomos. Shqiponjat patjetër, si do mungonin. Shqiponjat sidomos, jashtë masë. Ide e mirë është një pyetje e fundit përpara se të përshëndetemi, se unë e kam shumë merak këtë. Punimi më i shtrenjtë që ke bërë, pra, që ke shitur në shifra. Ka qënë diku në 2000 ca. 2000 ca euro. Po. Çfarë ka qënë për masat? Shqipojnë ka qënë, po ka qënë e madhe. Dhe si e punove të Shqipojnë? Me qëndisja. Me qëndisja. Të gjitha, do me thënë, me gurat të zi, me qëndisje, sfondi i kuq, fiksi si flamuri. 2000 ca euro. 2000. Wow. Çdo qëndari ka vlen, kur flasim për punën e dorë. Flasim diku ke një muaj punë, Pa dyshim, është art në fund të ditës dhe arti duhet vlerësuar, por mbi gjitha paguar. Arba, sa herë që ti të kesh një ndjesi për të ndarë punën tënde, kjo studio është shtëpia jote e dytë. Faleminderit. Të falenderojmë shumë për gjithë këtë formargje që zgjodhe ta sjellësh edhe për dhuratën tonë që do ngelet një kujtim i Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, e shuam shumë për bisedë. Bëjmë këtë shihet të mirë. Po, të ikim drejt një hapësire informative. Kthehemi pas pak.